Përpara disa ditësh Kuvendi i Shqipërisë miratoi projekt ligji me 77 vota pro për barazinë gjinore. Projekt ligji i cili solli shumë polemika dhe debate në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Por çfarë mendojnë qytetarët e thjeshtë për këtë projekt ligj dhe si e kuptojnë ata këtë? Qeveria thotë është në rregull, opozita thotë është helë. Po gjithse e ka aprovuar ai ambasadori i këtu i Evropës. Është në rregull, drejta barabarta. Si burri, si gruaja. Shkafa më e madhe që të konceptojnë. Son traditë tonën e po. Si kuptoni ju këtë projekt ligj? Ato dunë, ti japin prioritet aty në shoqatave që janë të. Do japin, si dashka Evropa. Dhe Zoti ka krijuar mashkullin dhe femrën. Dhe familja është vetëm midis bashkëshortit dhe gruas, dhe nuk ka pse duhet të miratosh e ky ligj. Mirapoj qefin Bashkimit Evropian. Meshkujt dhe femrat të barabartë me njëri tjetrin. Jeni dakord për këtë projekt? Po, shumë dakord. Mbas këtij ligji fshihen shumë gjëra tjera që njeriu do zhvlerësohet si prindi, zhvlerësohet edhe familja, po. Ne boll kemi probleme sociale, po dhe këtë problem special të na shtohet, kështu që ka mos kuptime shumë brenda. Si me ta kanë dy borë me gru me gru. Çfarë bën ato? Pa ne është natyrshme që mos u parvote. Po është një lajm pozitiv për të gjithë shqiptarët, pasi siç dini rruga për në BE për në vitin 2030 kalon nga ky projekt ligj. Barazia gjinore është, domethënë, një sukses për komunitetin LGBT që prej kohësh ishte stigmatizuar dhe bulizuar në këtë aspekt. Si femra dhe mashkulli duhet të kenë të njëjtat drejta dhe duhet të kenë të njëjtën pak për një punë të ngjashme. Ndaj kjo shikohet edhe nga ana parlamentare, nëse parlamenti ka 40 deputet, atëherë 70 duhet të jenë femra, 70 duhet të jenë mashkull. Nuk ka njeri që e do këtë punë. Kot ja futin. Këta duan që sigurisht një këngë e vjetër Korçare që thon tjera bën, tjera thua. Edhe këta kështu e bëjnë. U thon këtyre në letra që ne e kemi bërë kështu, që të binden ata, ande t'i gënjejnë ata evropianët, dhe këta ja krautet dhe ja këputin popullit.